Kemi përfunduar edhe ditën tonë në pistë, ishte në super 2 ditët më të bukura që kam kaluar. Ishte pak shumë vap, po megjithatë jemi kënaqur shumë. Kostoja totale e udhëtimit shkoi diku tek 508 euro, me gjithë naftën e furgonit, autostradën, ushqimet që konsumum atje, pistën. Gabimi që bëra është që qëndrova vetëm një ditë në pistë, për gjithë atë rrugë të paktën do të qëndrosh 3 ditë, që ta shijosh tamam, sepse në çdo seksion që bëje ulje sekondëshin, domethënë arrije të kishe goxha rikuperime. Po për kaq pak kohë nuk e se vlen shumë. Besoj do rikthehemi në pistë në shtator, duke parë, duke bërë. Çdo pyetje që keni për rreth pistës, të gjitha informacionet që ju duhet, mos harroni të shkruani në komente dhe të më çoni mesazhe. Uroj t'ju ketë pëlqyer video, mos harroni të bëni subscribe dhe shihemi videon e radhës.